Pas shpalljes së konkursit për projektet kulturore nga Ministria e Kulturës, ka reaguar sot Partia Opozitare Shqiptare BDI me një seri llogaritjesh të përkthyera në numra dhe përqindje. Nga BDI theksojnë se vetëm 13.8% e mjeteve janë ndarë për projekte shqiptare, ndërsa 86.2% janë ndarë për projekte maqedonase. Nga 220.988.534 denar të ndarë për kulturë, 30.436.000 denar u janë ndarë projekteve shqiptare, 13.8%, ndërsa 190.552.534 denar projekteve maqedonase, 86.2%. BDI vlerëson se këto shifra nuk janë gabim administrativ, por dëshmi e një sistemi të paqëndrueshëm majorizimi, segregimi dhe mungesë transparence, ku kultura shqiptare tolerohet si prani, por mohohet si objekti barabart kulturor dhe institucional. Sipas BDI-s, të dhënat të zyrtare për ndarjen e mjeteve publike për kulturën dëshmojnë një model të konsoliduar majorizimi institucional ndaj kulturës shqiptare në mashërinë e veriut, duke shtuar se në dramë, folklore dhe botime, kultura shqiptare trajtohet si prani dyçore. Një ditë më parë, Ministri i Kulturës Zoran Lutkov tha se përzgjidhja e projekteve kulturore është bërë mbi bazën e cilësisë dhe jo përkatësisë etnike. I pyetur për përqindjen e projekteve shqiptare, ai deklaroi se i vjen keq që të shoh shqiptarët si përqindje dhe theksoi se ndarja etnike e projekteve është e pamundur.